punojnë në pastrim, gra që janë në sektorin higjienës dhe institucionet të ndryshme, po ashtu vitin që duat që sqysh ta cek është që vitin e kaluar kemi bërë një hulumtim me 400 anketues nxënës të shkollave të mesme, klasë të 10-ta kryesisht, në lidhje me se sa kanë njohuri mbi dhunën seksuale, ngacmimin seksual dhe sekuencat ligjore që djemt mund t'i kenë, po që se shkaktojnë rastet e tilla. Ne dimë që 90% e rasteve fatkeqësisht i kemi djemt ata që shkaktojnë ngacmimin dhunë dhe janë ata që dënohen. Ndërsa vajzat i kemi viktima që duhet të rikuperohen, duhet të trajtohen trauma atyre. Dhe ka dalë që nxënësit nuk kanë absolutisht njohuri në shkollat, kanë qenë klasë të 10-ta kryesisht, nuk kanë njohuri. Janë shumë të caktë në aspektin e njohurive, sidomos në sekuencat ligjore. Nuk e perceptojnë çka është ngacmim seksual. Ngacmimin seksual më shumë e perceptojnë si sulmin seksual dhe e keq interpretojnë dhe nuk e kuptojnë sa e rëndë dhe dënueshme është një vepër e tillë. Mendon që është shumë e rëndësishme që në shkolla të jepet si lëndë ngacmimi seksual tek fëmijët, sepse kjo sigurisht që disa lëndë e kanë edukimin, edukata qytetare, biologjia, e kanë pjesë të caktuara, po varet komplet se si interpretohet. Po sigurisht do të shkojmë me moshë. Për shembull, ne tash edhe në projektin që kemi pas me The Foundation House, e kemi pas që nxënësit nuk kanë njohuri edhe në shkollat fillore dhe mendoj që një edukim i tillë duhet të fillojë shumë herët. Fatkeqësia më e madhe është që fatkeqësisht unë mendoj që kemi kontribuar dhe ne mediat, ka qenë largimi i Dora Cakut, udhëzuesit kundër ngacmimit seksual në shkolla, që vitin e kaluar u bë temë shumë e madhe dhe u keq interpretuar, sepse nëse lexohet ai Dora Cak me vëmendje nga ekspertë dhe nga mësimdhënësit dhe nga profesionistët, hap pas hapi, kuptohet që çka në nxënësit edhe familjet tanë përgatisin. Ne përgatisim fëmijët tonë të mos shkaktojnë dëm ndaj askujt, po ashtu të mos dëmtohen dhe mos të bijnë viktimë e sjelljeve të tilla. Por a mendon që ai Dora Cak ka qenë i përshtatshëm për moshat e hershme? Absolutisht po. Ka qenë shumë i përshtatshëm. Për mendimin tim, duke punuar në këtë fushë që 8 vite intensivisht me viktima të dhunës seksuale, ngacmimit seksual, si gazetar duke raportuar, sepse ne gazetarët besa kena një përparësi. Ne e takojmë një viktimë, e trajtojmë, por pastaj ne i marrim edhe opinionet e krejt sektorëve, psikologët klinik, sociologët, profesionistëve të fushave të juridikut. Edhe ne shohim se ku çalojnë problemet. Edhe problemet e në Kosovë është që ka mungesë të informacioneve, ka mungesë. Nuk mund t'ja lëmë gjithmonë familjes të edukojë fëmijën. Çka nëse kemi 2 prindër të pa shkolluar, të pa edukuar, ose që e neglizhojnë komplet punën e prindërimit dhe trajtimin, edukimin që duhet t'ja bëjnë fëmijës, atëherë ku po lëmë atë fëmijë të bie viktimë e grupeve të caktuara që jashtë janë më shumicë. Unë them dhunuesi, trafikanti, ngacmuesi nuk dallojnë prej neve, ata janë persona të zakonshëm. Ata janë persona që duken një si ne dhe nuk kanë një dukje të veçantë, që mund të identifikohen. Kështu që ne duhet të edukojmë fëmijët sa më herët të kuptojnë çka është e patolerueshme. Fëmijët ta nuk e kuptojnë që nëse ti ja prek flokët, supët, është ngacmim. Edhe ata bien prej ngacmimit duke nisur prej familjes, shkollës. Ne gjatë hulumtimit që kemi pas ditën e kaluar, kena pas edhe 7 djemë që kanë raportuar që kanë qenë të ngacmuar seksualisht. Domethënë nuk janë viktimë vetëm vajzat, janë edhe djemt. Patjetër. Edhe problemi është që djemt edhe më shumë mund të bien viktimë, sepse është edhe më pak informimi. Djemt edukohen që duhet të jenë superior, që ata janë burrat, dhe nuk kuptohen absolutisht asnjëherë nuk flitet për çështjet e tyre, ndjenjat e tyre dhe cënimin e integritetit të tyre seksual, nëse ne me sjelljet tona mund t'i dëmtojmë ata dhe mund t'i shkaktojmë trauma të pashërueshme. Shumë e vërtet. Kaltrina, cila ka qenë një prej intervistave me personat që kanë përjetuar dhunë seksuale që të ka prekë ty mas shumëti?